Horoskopi ditor e Mërkur 18 qershor 2023. Dashi, një mik kokfort duket se nuk e vlerëson ndihmën apo këshillën tuaj, edhe pse ju thjesht po përpiqeni t'ia lehtësoni jetën. Ka disa ndryshime që ju po mendoni se do t'ishin të dobishme për familjen, por të afërmit të shtëpisë nuk duket se duan t'ia dinë. Dashuria po shfaq nuanca negative në aspektin e besimit tek njëri tjetri. Financat kërkojnë të mos shkelni vijat e kuqe. Demi, është e vështirë të gjeni durimin për të qëndruar të qetë me një klient apo koleg të padurueshëm. Në një problem financiar ose juridik do të jetë e rëndësishme të bëni të qartë pozicionin tuaj për të shmangur keqkuptimet e mëtejshme. Partneri ju sheh si gjithçka në jetë. Ju në fakt jeni një diell, por nga ata që nuk ngrohin për një kohë të gjatë. Me parat ju duhen strategji për të shpëtuar nga vorbulla që ju ka përfshirë. Binjakët, nëse jeni duke u përgatitur për një intervistë apo audicion, pyesni një mik të talentuar për llojin më të mirë të imazhit që duhet projektoni për të lënë një përshtypje të mirë. Bërja e diçka e ndryshe do të lehtësoj shqetësimin tuaj. Nëse nuk mund të ndryshoni mjedisin tuaj, mund të vendosni se është koha për të ndryshuar imazhin. Lëreni veten në dorë të dashurisë për të provuar nëse do të jetë një mbështetje pa kursim. Parat po ju dalin nga kontrolli. Gaforia, të gjithë po përpiqen t'ju këshillojnë. Nëse e dëgjoni, do të kuptoni se po merrni shumë këshilla kontradiktore dhe jo shumë të dobishme. Pritet të merrni përgjegjësi shtesë në vendin e punës kur nuk ka asnjë shenjë që një koleg që mungon t'i kthejë detyrave normale. Ju mund të pyesni veten se sa do të zgjasë kjo situatë. Nuk duhet të ndjeni fajtor nëse nuk ja dilni në kohë. Në dashuri, jeni pushim ca kohë derisa të qetësohen pozicionet astrale të planetëve. Parat janë me hapa të ngadalt, por të sigurt. Luani, jeni shumë të tunduar t'i përgjigjeni një mesazhi të neveritshëm në një mënyrë të ngjashme dhe pse kjo do të lëndojë ndjenjat e dikujt. Për të shmangur një debat, qëndroni të heshtur. Ju po të rriqni vëmendjen e padëshiruar për veten tuaj. Dashuria nuk ka nevojë të kontrollohet çdo çast, jetoni pa rezerva. Financat shtohen në favor të shpenzimeve financiare. Virgjëresha, po bëhen arritje, ndoshta ajo aq shpejt sa kishit shpresuar, por duhet jeni të kënaqur me përparimin e sotëm. Bëni ndryshimin kur njerëzit e tjerë janë bashkëpunues. Dikush do të duket se do t'ju ndihmojë dhe ju do të gjeni një mënyrë për të treguar vlerësimin tuaj. Mos bëni gabim të rezervoni ndjenjat. Dikush ka nevojë për fjalët tuaja të sinqerta. Parat numërojini mirë se ju presin surpriza të bukura. Peshorja, ka shumë gjëra për të cilat duhet të zemëroheni. Mosmarrveshja po shkakton stres. Konflikti në vendin e punës ju bën të hezitoni, të ngriheni nga shtrati çdo mëngjes. Është jashtëzakonisht zgënjyese që një koleg i vjetër nuk po bën asgjë për t'ju mbështetur. Vëzhgoni me kujdes interesat e partneres dhe gjykoni rrethanat. Financat po ju mbështesin në këtë kohë që nuk e prisnit. Akrepi, një mik do të tërhiqet nga planet e përbashkëta që kishit bërë. Ata po shpjegojnë arsyet e këtij vendimi. Kjo marrëdhënie po ndryshon ngadalë. Ju nuk mund të kuptoni se çfarë po ndodh, por nuk do të jetë më njësoj. Nëse nuk jeni të kënaqur me negociatat e biznesit, jeni të durueshëm. Një ofertë e re do të vihet në tryez. Në lidhje me partnerin, jeni ju që shfaqni pasiguri. Kujdes. Shigjetari, një ofertë pune do të përfshijë udhëtime të rregullta dhe kjo do të thotë që ju duhet të ndryshoni rutinat shtëpiake dhe familjare. Një partner apo shoku i shtëpisë nuk do të jetë i lumtur për këtë. Nëse mendoni se duhet të shkoni kundër dëshirave të tyre, sepse kjo është shumë e rëndësishme për ju, ja tregoni me butësi. Në raport me të ardhurat duhet të mprihni të gjitha shqisat me qëllim kapjen e rasteve në ajër. Bricjapi, udhëtimi do të sjellë zhgënjime, edhe ecja në këmbë dhe në vende të tjera mund të sjellë vonesa kur përplaseni me njerëz që duket se nuk kanë asgjë tjetër për të bërë veç se të qëndrojnë dhe të bisedojnë për orë të tëra. Nuk mund të mbështeteni tek një mik për të tejçuar një mesazh personal, kështu që duhet ta bëni vetë. Lajni duart me të kaluarën, dashuri të reja dhe pasionante do të trokasin për ju. Me parat ju dini si të veproni. Ujori,
Planet që po bëhen nuk janë ato që prisnit dhe dyshoni se dikush po shkon qëllimisht kundër dëshirave tuaja. Mos u ndjeni të detyruar t'i mbështesni kur personat përreth nuk duan t'ju dëgjojnë. Ju keni gjëra të tjera për të bërë. Bëhuni një ujor i vërtet me ato që keni në krah dhe jepini të kuptoj se sa e bukur është bota pranë jush. Përpara veproni si gjithmonë, harxhoni aq sa ju duhen. Peshqit, ndjeni se një koleg i vjetër pret që ju të tërhiqeni nga disa marrëveshje, por keni ndërmend të përmbushni të gjitha detyrimet. Ju gjithashtu mund të gjeni pak kohë për një mik ose të afërm që ka nevojë për ndihmë dhe me një problem zhgënjyes. Tregoni peshk ideal sot në dashuri, rëmbeni zemrën atij që doni dhe gjithçka do të jetë në dorën tuaj.